Kardiologu i e urdhër, mos i bëni më këto 3 veprime, shkaktojnë atak kardiak. Një regjim i shëndetshëm ushqimor dhe një aktivitet i rregullt fizik janë thelbësore për shëndetin e mirë të zemrës. Megjithatë, ky shëndet mund të minohet lehtë falë disa veprimeve që në duke të padëmshme, njeriu mund t'i bëjë çdo ditë. Në këtë video, sipas Healthline, do të mësoni më shumë për veprimet e gabuara që njeriu i bën rregullisht dhe mund të dëmtojnë shëndetin e zemrës derisa të shkaktojnë atak kardiak. Këto janë veprime të cilat duhet t'i evitoni edhe të rregulloni gjithashtu mënyrën e jetesës suaj për të shmangur këto komplikacione. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmoni shumë. Qëndrimi ulur gjithë ditën me orare të zgjatura. Njerëzit që qëndrojnë ulur për periudha të gjata gjatë gjithë ditës janë 125% më të rrezikuar nga sëmundjet kardiovaskulare. Gjatë qëndrimit ulur, muskujt djegin më pak yndyrë, qarkullimi i gjakut ngadalësohet dhe acidet yndyrore e kanë më të lehtë të bllokojnë enët e gjakut. Sipas të dhënave të Healthline, qëndrimi ulur e dobëson zemrën, aq sa oksigjenimi i trupit vjet shumë në vështirësi. Stresi i vazhdueshëm. Stresi i vazhdueshëm ka pasoja në shëndetin e zemrës. Aktiviteti fizik rekomandohet fort nga mjekët për të ulur nivelin e stresit. Sipas mjekëve, e qeshura, përkujdesja për veten, terapitë psikologjike dhe frymëmarrje të thella janë disa prej gjërave që mund të bëni për të lehtësuar simptomat e stresit. Mirëmbajtja e dhëmbëve. Larja dhe përkujdesja për dhëmbët është thelbësore për shëndetin e zemrës. Nëse ju nuk siguroheni që të pastroni dhëmbët nga çdo mbetje ushqimore e mundshme, do të prekeni shumë nga problemet me zemrën. Bakteriet që akumulohen në gojë përfundojnë në gjak dhe nxisin inflamacione. Inflamacioni kronik është pikënisja e sëmundjeve kardiovaskulare, ishemisë dhe atakut në zemër. Pirja e tepërt e alkoolit në përditshmëri mund të dëmtojë shumë shëndetin e zemrës. Burrat që pinë më shumë se 3 pije alkoolike në ditë dhe femrat që pinë të paktën 2 pije në ditë rrezikojnë më shumë nga tensioni i gjakut, mbi pesha dhe ishemia. Gratë që abuzojnë me alkoolin janë shumë më të rrezikuara nga sëmundjet e zemrës. Gjumi i pakët është faktori kryesor që mund të nxjisë edhe shfaqjen e arrestit kardiak. Një gjumë cilësor i jep zemrës mundësinë të pushojë dhe të marrë forcë, duke qenë ajo në punë 24 orë në 7 të javës. Mungesa e gjumit çon në çlirimin e kortizolit, hormonit të stresit dhe shkakton probleme me zemrën. Njerëzit që flenë më pak se 7 orë janë 48% më të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Prandaj, përpiquni të flini si duhet dhe sa duhet për të evituar këto komplikacione. Shqetësimet e tepërta gjatë ditës mund të nxisin problemet në zemër. Shqetësimi i tepërt ka të njëjtin efekt si stresi. Ai çliron hormonet e këqija dhe shkakton kaos në organizëm dhe rrit riskun e sëmundjeve të zemrës. Ndaj, tregoni të kujdesshëm ndaj këtyre situatave dhe mundohuni të menaxhoni pa u stresuar dhe pa u shqetësuar. Izolimi social mund të jetë një tjetër faktor ndikues i drejtpërdrejt i çështjeve tuaja. Izolimi social ka ndikime në shëndetin e njeriu, të cilat mund të jenë të tmerrshme. Njerëzit, të cilët nuk janë pjesë e një rrethi shoqëror ose familjar, janë më të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Ndaj, përpiquni të ndryshoni rutinën tuaj të bëhuni më social, merruni me aktivitete fizike dhe mbi të gjitha, flini si duhet, por mbi të gjitha, përdorni edhe ushqimet e duhura në dietën tuaj. Ushqimet e shëndetshme për zemrën garantojnë një formë më të mirë të organizmit gjatë gjithë fazave të jetës. Ekspertët nënvizojnë se ushqyerja e shëndetshme, mos pirja e duhanit dhe aktiviteti i rregullt fizik mundet të parandalojnë me 80% rastet e sëmundjeve në zemër. Një regjim ushqimor i cili konsiderohet miqësor për zemrën përmban drithra, yndyrna të shëndetshme, burime jo të yndyrnave dhe proteinave me larmi të lartë ushqyese. Ndaj, përfshirja e tyre në dietën tuaj mund t'i japë edhe një zgjidhje më të mirë për shëndetin tuaj kardiak. Një regjim që përmban më pak karbohidrate të rafinuara, sheqerna ose yndyrna të ngopura. Disa ushqime në veçanti janë tepër të mira për zemrën dhe ndihmojnë gjithashtu edhe në pastrimin e enëve të gjakut, në uljen e niveleve të kolesterolit dhe të inflamacioneve.
Sipas Healthline, këto janë ushqimet më të mira të cilat mund t'i shtoni pa frikë në dietën tuaj, duke ditur kështu edhe rëndësinë e mirë ushqyese të tyre. Sipas ekspertëve, tërshëra është një nga zgjedhjet më të mira ushqyese për shëndetjen e zemrës. Studimet thonë se, për çdo racion të drithrave të plota të konsumuara në ditë, risku i sëmundjeve kardiovaskulare ulet me të paktën 9%. Tërshëra është e mbushur edhe me elementë të fibrës që ulin kolesterolin e tepërt. Njeriu ka nevojë për të paktën 3 gram me fibër në ditë ose më shumë se gjysma e filxhanit me tërshërë. Kështu, përfitimet në shëndet do të jenë më të mira dhe më të forta. Një tjetër produkt fantastik i cili mund të shtohet pa frikë në dietën tuaj është edhe fruti i mollës. Mollët, sidomos ato me lëkurë, janë të pasura me antioksidantë të cilët do të mbrojnë shëndetin tuaj kardiak. Sipas studimeve, konsumi ditor i mollës ul ndjeshëm kolesterolin duke filluar me 9%. Por më tepër mollët janë një burim shumë i mirë i fibrave të tretshme. Edhe sardelet nuk ngelen pas në këtë aspekt. Sardelet janë një zgjedhje ideale sepse jo vetëm përmbajnë pak mërkur, por në 100 gram sardele do të gjeni 1000 mg acide yndyrore omega 3. Sardelet kushtojnë lirë dhe janë gjithashtu tepër të shëndetshme për rastin tuaj. Edhe arrorët janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj kardiak. Arrorët janë një burim i yndyrnave të pangopura, fibrës, proteinës, mineraleve dhe antioksidantëve. Arrat në veçanti përmbajnë acide yndyrore të cilat luftojnë edhe inflamacionin. Njeriu zakonisht konsumon rreth 28 gram arra në ditë, por gjithashtu ato do t'i japin më shumë element ushqyes për mbrojtjen e shëndetit. Ato do të ofrojnë një mbrojtje për 14% më pak risk nga sëmundjet kardiovaskulare. Ata që konsumojnë një ose më shumë racione me arra në ditë janë 19% më pak të riskuar nga këto komplikacione, citoi studimi. Edhe thjerrzat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj kardiak. Thjerrzat, fasulet, qiqrat janë të mirënjohura për shëndetin e zemrës. Ato përmbajnë proteina, fibra, folat që ulin gjithashtu nivelet e tensionit të lartë të gjakut. Në dietën tuaj mund të shtoni edhe boronicat. Të gjitha frutat e pyllit përmbajnë antioksidant që mbrojnë shëndetin tuaj të zemrës. Një gjysmë filxhani me boronica përmban 120 mg antioksidant që ulin gjithashtu edhe tensionin e gjakut. Përpiquni të ndryshoni rutinën tuaj ushqyese për të evituar kështu komplikacionet e shëndetit të zemrës. Në dietën tuaj mund të shtoni bollgurin. Bollguri është i pasur me fibra të tretshme të cilat ulin kolesterolin. Ai vepron si një sfungjer në traktin tretës dhe thith kolesterolin në mënyrë që të eliminohet nga trupi dhe të mos përthithet nga qarkullimi i gjakut, citon Lauren Graf, dietologe. Edhe manaferrat janë shumë të mira për t'i shtuar në dietën tuaj. Jo vetëm boronicat, por luleshtrydhet, manaferrat mund të ulin në riskun për sëmundje të zemrës. Sipas një studimi të vitit 2013 të botuar në revistën Circulation, gratë e moshës nga 25 në moshën 42 vjeç, që hanë më shumë se 3 racione me boronicë ose luleshtrydhe në javë, kishin një risk 32% më të ulët që të prekeshin nga sëmundjet e zemrës, krahasuar me ato persona që i konsumonin më pak. Autorët e studimit ja atribojnë përfitimet kryesore edhe komponentëve të antiocianinës, flavonoideve që mund të ulin riskun e presionit të lartë të gjakut dhe evitimit të zgjerimit të enëve të gjakut. Edhe çokolata e zezë është një produkt ushqyes shumë i mirë në rastin tuaj. Sipas studimeve, çokolata e zezë që përbëhet nga 60 deri në 70% kakao mund të jetë e dobishme për shëndetin e zemrës. Një përmbledhje e botuar në vitin 2015 në revistën Vascular Pharmacology pranoi prova në disa mënyra se si çokolata e zezë mundet të ndihmojë kundër sëmundjeve të zemrës dhe të parandalojë ose të ndryshojë komplikacionet e tyre. Është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun tuaj për çdo shqetësim që mund të keni. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.